Shqipëria po fiton gjithmonë më shumë popularitet mes turistëve të huaj, veçanërisht pas përfundimit të pandemisë. Turizmi është ndruar në një nga sektorët me rritjen më të shpejtë në vend dhe po kthehet në një motor të rëndësishëm të ekonomisë kombëtare. Një ndër arsyet kryesore të këtij zhvillimi lidhet me hyrjen në treg të linjave ajrore me kosto të ulët, një prirje që ka ndodhur në një pjesë të vendeve të tjera të Evropës, duke sjellë një rritje të ndjeshme të numrit të fluturimeve drejt dhe nga Shqipëria. Sipas të dhënave të Eurostat, gjatë muajit shtator të vitit aktual, Shqipëria ka shënuar një performancë të jashtëzakonshme. Krahasuar me të njëjtën periudhë para pandemisë, numri i fluturimeve komerciale është rritur me rreth 165.7%, duke renditur vendin tonë në krye të Europës dhe rajonit për ritmin e rritjes në këtë sektor. Ndërkohë, rritja vjetore pra krahasuar me shtatorin e vitit kaluar vlerësohet në rreth 3%. Për gjatë 9 muajve të vitit aktual, numri i fluturimeve komerciale gjithsej vlerësohet në rreth 52.800, vetëm në muajin shtator regjistruan rreth 7.000 fluturime. Referuar shifrave nga Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit nga janari në shtator të vitit 2025, Shqipëria ka mirëpritur rreth 10.228.000 vizitor, duke shënuar një rritje prej 6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Ky trend pozitiv dëshmon për zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit të turizmit dhe për angazhimin e përbashkët në promovimin e Shqipërisë si një destinacion mikpritës dhe gjithmonë më tërheqës.